Miq, ditën e sotme do të flasim për një temë që se kemi prekur më parë, të paktën unë do të flasim për atë që ndodhi në burgun e Spaçit, revoltën, do të flasim për datat konkretisht 21 edhe 22 maj, çfarë ka ndodhur, do ta kujtojmë atë periudhë, si nisi revolta, kush ishin ata që e pësuan dënimet, pushkatimet, gjithçka tjetër, përfshirë këtu do të flasim edhe për gjyqjen e Poshnjës, gjitha këto çështje, pra në kompleks këtë temë, do ta trajtojmë me avokatin e njohur, mikun e emisionit ton, zotin Frandashi, avokat, përshëndes dhe të falenderoj. Përshëndetje, faleminderit nga juaj për ftesën. Faleminderit ju avokat që e riktheni, sepse po nuk kujtuam të shkuarën, nuk kemi as të ardhme të sigurt. Avokat, për gjithë ata që kanë pak njohuri, përfshirë dhe mua për atë që ka ndodhur në atë periudhë, çfarë ka ndodhur konkretisht në datat 21, 22, pra si nisi, si vazhdoi, si përfundoi dhe gjithçka tjetër që ju mendoni për këtë çështje, për atë periudhë në burgun e Spaçit. Në datën 21 maj të vitit 1973, në burgun e Spaçit, i mbushur plot me burgos politik, ka shpërthyer një revoltë e përgjithshme dhe Ministria e Punëve të Brendshme, në ndërtimin e kriminalit Feçor Shehu, e ka shtypur me llumë e me armë protestën e politik të 21 maj të vitit 1973. Edhe 4 ditë është data 21 maj, ku gjithë burgosit politik të revoltës së Spaçit të 21 maj 1973 do ta përkujtojnë. Këtë revoltë, sigurimi i shtetit, në krye Feçor Shehun dhe bandat e tjera kriminale në prokurit përgjithshme në gjykat lartë, punuan padrejtësisht. Shtetasin Palzefi, shtetasin Skënderdaja, shtetasin Dervish Bejko me pushkatim dhe mbi 250 vite burg për pjesëtarët e tjerë të greves apo të revoltës së 21 maj të vitit 1973 në Spaç. Pra 3 pushkatime për datën 21 maj. Po, për 21 maj. Kemi me datën 22 maj të vitit 1984 revoltën e Qatbarit, ku pushkatua dhe u thyen mes shtetasit Tom Doja, ku vetëm me hyrjen e demokracisë dhe me interesimin e familjarëve, pasi kaluan shumë peripeci, duke kërkuar vëllezërat e tij, i gjetën tek antena e Radio Shkodrës në Shkodër, i pushkatuar pa adresë dhe pa varr. Këtu kanë qenë drejtuesit më të egër, siç tregojnë në bashkëvujtësit e asaj kohe në revoltën e Spaçit, në revoltën e Qatbarit, por shumë burgos politik denancojnë dhe tregojnë për komandantin e repartit të Qatbarit, një shtetas me emër Edmond Caja. Pra këtë e tregojnë bashkëvujtësit që ka ushtruar një terror psikologjik dhe një terror fizik të bashku me një ish oficer sigurimi, nëse nuk ka boj gjithmoni ka sipas bashkëvujtësve, ose pjesëtar të asaj greve, Lek Ymeri dhe Ludovik Cali. Pra, këta të burgos politik që do të përkujtoj 22 majnë, që u pushkatua Tom Doja, me së bashku me një shtetas tjetër, Sokol Zefi, të cilit janë gjetë eshtrat pas demokracisë. Pra, 21 maj do ngelet një histori, 22 i vitit 1973, 22 maj i vitit 1984 do të ngelen një histori dhe do përkujtohen me respekt viktimat e dhunës barbare të ish segmenteve të sigurimit të shtetit, o ashtu ata të burgos ose ata pjesëtar të grevës që sot kanë ngelur të gjallë ose jetojnë në Shqipëri, besoj që do të asistojnë me 21 maj në Spaç dhe me 22
maj në Qafbarit. Në Spaç avokat më duket ka pas edhe një tentativë për ta transformuar pak atë pjesë që ka mbetur atje. Çfarë ka ndodhur? E theksova lidhje me revoltën e Qafbarit, kam mbledh shumë informacione dhe kam edhe librin për cilën ka përkthyer dhe në disa qytete dhe ka përmbledhur ishi dënuari politik Bedri Bloshmi, ku tregon me emra dhe me mbiemra të gjithë dhunën fizike dhe psiqike që janë ushtruar nga drejtuesit e kampit, nga drejtuesit të Ministrisë Punëve të Bërshme, në atë kohë se nuk ka bëj ka qenë dhe Arben Xhyliftari. Edhe ai zëvendësministër i brendshëm që ka shtypur revoltën e Qafbarit. Pra, këtu ka një revoltën e Spaçit, në 73-shin e ka shtypur, ka zjarr dhe hekur, ish kriminali i pushkatur nga regjimi janvarorës Feçor Shehu. Kur revoltën e Qafbarit, sipas librit të Bedri Bloshmit dhe shumë të shqitarëve popular, e ka shtypur revoltën Zylftar Ramizi, i arrestuar në 92-shin, dhe nuk e di, do ketë bëja 3-4 vjetë burg sepse shpërthyen në firmat piramidale, dhe vetëm njëri që me forcat speciale ka arrestuar dhe Tom Dojen, për cilën eshtrat e tij janë gjetur te kantena e Shkodrës, pas një kërkimi shumë të gjatë të familjarëve të tij. Avokat, po janë hapur dosje që kush ishin ata që i bën këto hetues, kryehetues? Kush i bën? Duke parë në YouTube, çdo qytetar është i lirë që të shohë gjyqin e Poshnjës, ku dënohen 2 fukarej nëse zgaboj ushtar, 2 djemtëri 22 dhe 24 vjeç. Dhe me gjitha të akuza të montuara nga ish sigurimi i shtetit. Dhe po t'jap një aspekt thjesht. Prokurori ushtarak, që asistonte në seancë gjyqësore, i bën një pyetje tyre trive që marrin dënimin kapital. Thot, ju ka pëlqyer më shumë muzika italiane apo muzika gjermane? Pra, ky prokuror ushtarak e ka emrin Çemalame, që sot jeton azilant prej 34 vitesh në shtetin gjerman. Pra dënon 2-3 për muzikën gjermane. Dhe sot ai ka shtetësinë dhe azilin politik në Gjermani. Nëse ti zotëris nuk ka pëlqyer muzika gjermane dhe i ka dënuar 2-3 24 vjeç, se nuk e dia janë gjetë varrat akoma e Poshnjës, sot ai hyndet e lish ka Shqipëria në Gjermani si qytetar gjerman. Përse shteti nuk mori në masa për t'i ndjekur dhe për t'i vënë përballë përgjegjësisë ligjore. Këta do të ngelen njerëzit që kanë lyer duart me gjakun e shqiptarëve. Duke mos e zgjatur shumë. Nuk e kisha dëgjuar asnjëherë këtë avokat të detajin e dhimbshëm të muzikës, edhe si për ironi të fatit ju thoni që i njëjti person që i dënoi me pushkatim për muzikën gjermane, shkoi për të jetuar në Gjermani dhe mori pasaportë gjermane. Si kisha dëgjuar ndonjëherë këtë? Patjetër, i nderuar gazetar mund të hapni YouTube-in për gjyqin e Poshnjës, dhe është prokurori ushtarak që kërkon dënim kapital dhe i akuzon që kanë dëgjuar muzikë italiane dhe gjermane, dhe sot ndodhet në Gjermani, po ashtu i akuzon se këta kanë sajuar për t'i futur minat ish kombinatit tekstileve Stalin. 4 fukarej, për të vetmin faj se ishin moshë re, ishin familje kulakësh, por nuk e di, me sa di unë kanë qenë dhe ushtar, sepse zotëria në fjalë ka qenë prokuror ushtarak. Dhe i ka dënuar dhe s'do të kemi frikë fare nga askush për t'i thërë gjërat ashtu t'i qanë, çdo qytetar mund të hapin YouTube-in dhe mund ta shohin që prokurori ushtarak Çemalame kërkon dënimin kapital. Po ashtu, edhe në YouTube, po të hapish shumë intervista të shumë burgosëve politik, Bedri Bloshmi, Skënder Tufa, Ahmet Tufa, po ti shikosh me vëmendje, i përmeni me emra konkret, Edmond Caja, Lek Ymeri, Lad, po nuk po më kujtohet emri. Pra ju përmeni avokat që ata që kanë qenë atë kohë mirë, janë akoma mirë dhe sot. Ata që kanë qenë keq atëherë janë keq edhe sot. Që kanë ushtruar një thumbë terror. Çdo qytetar mund të hapin YouTube-in të shohin deklarimet e revoltës Qafbarit me emra dhe me emra konkret. Unë nga ky moment gjej rastin të bëj thirrje
liderit të opozitës, doktor Berishës, që në emër të Partisë Demokratike, në emër të grupit parlamentar, në qoftë se përfaqëson sadopak vlerat e shtresës së përsekutuarve politikë Shqipërisë, të paraqes një projekt rezolut me ndihmën e juristave të partisë që ka, nëse s'ka jurista japim mbështetje dhe ne që jemi jurista jashtë linjës politike, që të përgatisin një projekt rezolut dhe t'ja paraqesin Kuvendit Popullor, që gjithë ish antarët e byros politike, ish antarët e Komitetit Qendror, ish drejtuesit e hetuesit përgjithshme, ish drejtuesit e prokurorisë përgjithshme, ish drejtuesit e gjykatës së lartë të shpallen grup terrorist. Dhe ata se sot jetojnë të merren masa administrative duke ndërtuar kallëzime penale për genocid kundër njerëzimit, për t'ia paraqitur strukturës së posaçme, siç është Prokuroria kundër korrupsionit të organizuar. Ka ardhur koha Ju po thoni avokat që SPAK-u të hetoj krimet e SPAQ-it. Pa tjetër, krimet kundër njerëzimit dhe genocidin janë kompetencë e strukturës posaçme. Por Partia Demokratike ka asete sa duhesh, aty ka dhe përsekutuar politik në Partinë Demokratike, është Josef Palli, vjen nga të përsekutuarve, ka sa të duash, që janë vinë nga shtresat përsekutuar politik dhe mund ta nxitin është të moralizoti që vjen nga familje ndëruar, i cili ka lindur në internim. Kemi Agron Shehajn, i cili ka lindur në internim, një aset i politikë shqiptare, që të bëjnë një projekt rezolut dhe t'ja paraqesin parlamentit dhe gjithë antarët e byros politike, antarët e Komitetit Qendror, të gjithë drejtuesit e hetuesisë përgjithshme, prokurorisë përgjithshme dhe gjykatës lartë të shpallen grup terrorist dhe ata që sot jetojnë të merren masa për t'u drejtuar strukturës posaçme për të filluar ndjekjet penale. Ka sa dush të burgos politik që kanë vujtur në SPAQ, kanë vujtur edhe në Qabarit, që një pjesë janë jashtë Shqipërisë, e kanë shkuar për një jetë më të mirë, një pjesë janë në Shqipëri, për të marrë informacione, deklarime dhe për të vënë përballë përgjegjësisë. Avokat, po është e mundur kjo që të merret SPAK-u me ata, se më duket si nderuar kjo, sepse edhe për shkak të shumë ngjarjeve rrethanave, ndryshime ligjit, shtrirjes kohore. Qysh me kodin penal të kohës së partisë. Ju jeni avokat, i dini më mirë, po. Kodi penal që në kohën e partisë punës dhe sot, 2 vepra penale. Neni 70 genocidit dhe 74 krimit kundër njerëzimit, ato janë 2 vepra që nuk parashkruhen kurrë. Ato ngelen fuqi. Sot Partia Demokratike me doktor Berishën ju bëj thirrje që të ngrihet në lartësi të burr, pse jo dhe grupi parlamentar i Partisë Socialiste, dhe të marrë një vendim dhe të paraqesin gjitha forcat politike dhe grupet parlamentare një projekt rezolut dhe të shpallen grup terrorist për genocid dhe krimet që kanë ushtruar ndaj shqiptarëve. Po të shohësh edhe një detaj tjetër që më pëlqej, si thuhesh ti, me ish kryetarin e TUS-së, të zotit Qemalamçe, që midis tjerash duke dëgjuar në YouTube, thekson që strukturat e sigurimit shtetit në kohën që drejtohej nga Kadrias Biu, brenda vitit kanë arrestuar 500 shtetash shqiptar, të jesive të përplotësuar grafikun. E di çdo të arrestohen 500.000 shqiptar, 500 shqiptar të arrestohen brenda një viti dhe të dërgohen për kampe të përqendrimit me punë të detyruar. Sot çdo njeri të ndershëm, jurist, çdo politikan, çdo njeri që jeton dhe punon në këtë vend, o sot o kur të ngrihen në lartësinë e duhur, kryesisht për të zbardhur ngjarjet e greves të revoltës së SPAQ-it të 21 maj të vitit 73 dhe të revoltës së Qafbarit të 22 maj të vitit 1984. Pra, avokat, ju thoni që dosjet janë gati, ca të hapura, ca të pa hapura aty, ti marrë SPAK-un dhe ti arrestoj këta. Dosje ka të votuar që kanë vujtur dhe janë shfrytzuar me punë të detyruar, ku janë ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike, vazhdojnë të jenë gjallë dhe sot, shumë veta. Dhe le të i thrasin policia shtetit dhe struktura e posaçme, le të marrë deklarime dhe mbas provave secili njeri të mbajë përgjegjësi penale, sipas veprës që ka kryer.
ne nuk po përcaktojmë akuza për asnjë person sot. Sepse duhen pa provat, duhen mbledh provat me dëshmitar dhe duhet parë pozita procedurale e secilit njeri në funksion dhe natyrë që ka kryer. Po, sepse të thash edhe një herë pak më lart, unë nuk është se ju njihni më mirë çështjet ligjore, po më duket si e pamundur, është herë e parë që dëgjoj këtë që kërkon dikush prokuria aktuale pra të hetoj atë periudhë atëherë, një tjetër sistem që tani kemi sistem tjetër, distanca kohore, por dhe shumë rrethana dhe faktorë të tjerë. Duket domethënë ndoshta si utopi, po mund të ndodhi gjë e tillë. Edhe nëse ka pengesë, asnjë gjë Partitë Demokratike nuk mund të ndalojë që me një projekt për t'i paraqitur parlament, për t'i konsideruar byroistat e Komitetit Qendror, Byros Politike dhe drejtuesit e gjykatës lartë, prokurisë përgjithshme dhe hetuesisë përgjithshme, për t'i konsideruar si grup terrorist që kanë shfrytzuar me punë të dëruar, kanë burgosur, kanë pushkatuar pa gjyq shqiptar. Kjo është gjëja më alimentare që mund të bëj. Nëse ka shumë dëshmitar të asaj kohe gjallë dhe japin dëshmi provuese përpara strukturës së posaçme dhe struktura posaçme mbi bazën e dëshmive të dëshmitarëve të volar të atyre kohërave krijojnë bindjen se aktorët sipas përgjegjësisë dhe funksioneve që kanë kryer ka prova, i ka gjitha hapësirat ligjore për të ngritur akuzë dhe për të marrë masa dëshkimore ndaj tyre. Avokat, unë falenderoj shumë për bisedën dhe uroj që zëri juaj të dëgjohet për gjithë apelin që ju bë. Kjo është e vërteta dhe e vërteta nuk fshihet kurrë. Faleminderit nga ana juaj. Faleminderit ju, avokat.